një marrëdhënie si një çifti që kur ndërtohet një familje dhe në këtë moment që ne flasim në thonjza edhe me humor, du të them që nuk na përputheshin më karakteret, mendonim ndryshe dhe besoj që vendimi që erdhi mund të jetë emocional nga klubi, por gjithsesi ata e dinë më mirë sepse ata i marrin vendimet dhe ata bëjnë planet, perspektivat dhe projektet për atë klub. Unë di të them vetëm kaq që mbeta i befasuar në një moment ku ne isha bashkë me skuadrën brenda çdo objektivi, po shkruanim dhe një kapitull të ri në kup për sa i përket me shkruajt ndoshta dhe historinë për Ferizaj, por gjithsesi padurimi për rezultatet, besoj që klubi mori vendim dhe unë respektoj vendimin e klubit. Po mendon që ka qenë vendim emocional nga ana e drejtuesve të klubit? Po besoj që kur ne jemi brenda çdo objektivi, unë këtë skuadër kam marrë në tetor dhe ju e dini shumë mirë çfarë gjendje ishte. Kishim mësuar një objektiv Ferizaj të jetë në pjesën e poshtme të tabelës. Objektivi në kontratën marrëveshjen që unë kam pas me klubin është shpëtimi nga rënja nga kategoria. Shpëtimi nga rënja nga kategoria. Ky ka qenë objektivi. Po. Jo pjesëmarrja në gorat evropiane. Urdhro? Nuk ka qenë pjesëmarrja në gorat evropiane, apo jo? As pak. Okej. As pak nuk ka qenë kjo gjërat me marrëveshje, ata klubin kur e gjeta në situatë shumë vështirë, kishin 5 humbje rresht, përveç asaj kishim mësuar dhe një disfat shumë të rëndë në shtëpi. Kishim mësuar dhe një humbje 0-5. Shumë lojtar dëmtuar, por gjithsesi me mund në përkushtimin e djemve dhe me mbështetjen edhe bashkëpunëtorëve të klubit, arritëm që ta rikthenim në shinat e duhura. Dhe sot besoj që Ferizaj është aq i fortë sa për të ecë me këmbë të veta dhe për të përballë densisht. Dhe fatin e kanë dorë vetëm vetë. Okej, pikët janë në dispozicion edhe përballjet direkte janë në dispozicion.